Në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit, shoqata Kuvajtit në bashkëpunim me Mjeftërinë e Shkodrës ka shpërndar 500 pako ushqimore për familjet në nevojë, kategoria ato me fëmijë jetim. Ditën e sotme pranë xhamisë së Kirasit u bë dhe shpërndarja e 250 pakove, ndërsa pjesa tjetër e këtyre ndihmave do të bëhet në disa xhami të tjera të qytetit të Shkodrës dhe në Malësi të Madhe. Mjeftëria e Shkodrës në bashkëpunim me shoqatën e Kuvajtit, e cila ka si donator dhe shtëpinë e zakatit të Kuvajtit, kanë pro një kontingjent ndihmësh prej 500 pakosh, të cilët do të shpërndahen në disa pika të xhamive të qytetit. Sot ne në xhaminë e Kirasit do të shpërndajmë 250 pako, një kontingjent për 250 pakosh për familjet nevojë, kategoria e jetimave këtë herë. Gjithashtu tek ura bunës do të shpërndahen edhe atje 100 pako, disa edhe në Malësinë e Madhe kena shpërndarë 50 pako tjera. Kështu që inshallah ne sot do t'i plotësojmë sipas listave që ne kena të disponueshme në Mjeftërinë e Shkodrës dhe së bashku me shtëpinë e zakatit të Kuvajtit, do të shpërndajmë këto ndihma në nevojë të jetimave. Mjeftëria e Shkodrës falenderon gjithashtu të gjitha shoqatat donatore, të cilat bën të mundur shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Padyshim që në fen tonë islame, kategoria e jetimave veçanërisht ka një prioritet. Dhe ne si Mjeftëria e Shkodrës dhe gjithashtu shoqatat kur nuk e kanë lënë mazdorit, jo vetëm gjatë muajit të mandueshëm të Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit gjithmonë vazhdojnë ndihmat dhe shpërndamja e pakove ushqimore. Unë gjej rastin që të falenderoj në emër të Mjeftërisë së Shkodrës të gjithë donatorët, sidomos shoqatën e shtëpinë e zakatit, e cila ka qenë gjithmonë e pranishme në shpërndamin e ndihmave dhe në ndihmë të njerëzve në nevojë, sidomos në kategorinë e jetimave. Këto donacione vinë në shenjë solidariteti për këta persona, ndërsa gjatë këtij muaji Mjeftëria e Shkodrës ka bërë të mundur shpërndarjen e të tjera pakove ushqimore për shtresa të tjera në nevojë, siç janë personat me aftësi të kufizuar apo ato në gjendje të vështira ekonomike.